Nata e Krishtlindjes dhe ftoja e papritur, era e ftohtë e dhjetorit përplasej mbi dritaret e vjetra të shtëpisë së gjyshes. Dritat e ngrohta të brendshme dukeshin si një ftesë për ngrohtësi dhe dashuri, por brenda, atmosfera ishte e rëndë dhe e pazakonë. Ishte nata e Krishtlindjes, koha kur familja zakonisht mblidhej për të festuar, për të ndarë dhurata dhe për të krijuar kujtime. Por këtë vit diçka kishte ndryshuar. Unë, si gjithmonë, kisha ardhur herët në shtëpi, duke mbajtur një kuti të vogël me dhurata për secilin antar të familjes. Gjyshja ime, një grua e gjatë, me flokë të thinjura dhe sy të fortë, po qëndronte pranë oxhakut, duke i shpërndar syt mbi dhomë. Por me një ftohtësi që nuk e kisha parë kur më parë. Nuk kishte asnjë buzëqeshje. Nuk kishte asnjë zë të ngrohtë. Vetëm heshtje dhe tension, u përpoqa ta përqafoj, por ajo më tërhoqi duart me një lëvizje të butë, por të vendosur. Sot nuk është dita për ty, tha ajo, pa shpjeguar asgjë tjetër. Fjalët e saj më lanë pa frymë. Nuk e kuptoja. Nuk kishte shenja se do të më përzinte. Nuk kishte asnjë paralajmërim. Dhe unë që isha arritur gjithë jetën duke e parë gjyshen time si mbështetjen më të madhe, ndjeva një boshllëk të tmerrshëm brenda vetes, kur mora vesh arsyen, zemra më ra. Por fillimisht, ajo heshti dhe e gjithë familja qëndroi si e ngrirë. Ishte një çast që dukej si një ndërprerje e kohës, ku secili ishte i detyruar të dëgjonte vetëm zërin e saj. Gjyshja ime kishte marrë një vendim të papritur, do të përzihesha nga shtëpia për të gjithë Krishtlindjet. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i një nate që do të ndryshonte jetën time për gjithmonë. Sekreti i gjyshes dhe reagimet e familjes, pas asaj që ndodhi, dhoma mbeti në një heshtje të rëndë. Unë u përpoqa të flisja, të kuptoja, por fjalët mbetën të ngecura në fytin tim. Çdo antar i familjes më shikonte me habi dhe frikë, sikur po prisnin që gjyshja të shpjegonte arsyen, por ajo vetëm qëndroi e drejtë, me sytë që dukeshin si dy gur të ftohtë. Pse? E pyeta më në fund, zëri im i dridhur duke u përplasur me muret e shtëpisë. Gjyshja më hodhi një vështrim të gjatë dhe të thellë, që më bëri të ndjeja sikur po lexonte çdo mendim timin. Ka gjëra që duhet të mbeten të fshehta, tha ajo, duke shmangur kontaktin e drejt për drejt me mua. Sot nuk mund të qëndrosh këtu. Nuk e kuptoja. Më dukej sikur koha kishte ndalur dhe çdo gjë ishte duke u thyer. Një pjesë e imja donte të ikte dhe të ikte larg, por një pjesë tjetër nuk mund të largohesha pas zbuluar të vërtetën. U hodha mbi gjyshen duke kërkuar përgjigje, por ajo bëri një hap mbrapa dhe më shikoi me një seriozitet të papërshkrueshëm. Çdo gjë që do të them tani mund të ndryshojë gjithçka, vazhdoi ajo, dhe zëri i saj i ngrohtë u shndërrua në një tingull të ftohtë dhe të prerë. Ka një arsye pse nuk mund të festosh sot me ne. Dhe kjo arsye është e madhe. Familja filloi të buzëqeshte nervozisht, por askush nuk e guxoi të ndërhyj. Vëllezërit dhe motrat e mi shikonin secilin tjetër me dyshim, duke ndjerë një tension që po rritej çdo sekondë. Në atë moment, kuptova se kjo nuk ishte një shaka apo një konflikt i zakonshëm familjar. Kjo ishte diçka më e madhe, diçka që kishte të bënte me sekretet e së kaluarës së gjyshes. Gjyshja më thiri pranë saj. Ajo nxori një kuti të vogël druri dhe e vendosi mbi tavolinën e dhomës. Kjo është arsyeja pse nuk mund të qëndrosh këtu sonte, tha ajo, dhe më shikoi në sy. E hapa kutin dhe brenda gjeta letra të vjetra, fotografi të bardhë e zi dhe dokumente të ndryshme që dukeshin si një histori e fshehtë familjare. Çfarë është kjo? Pyeta, duke u dridhur nga kurreshtja dhe frika njëkohësisht. Është e vërteta që kam mbajtur për shumë vite, tha ajo. Dhe tani ti duhet ta dish, sepse çdo gjë që ndodh sot do të vendos fatin tënd dhe të familjes. Ka njerëz që nuk mund t'i falësh, edhe kur mendon se i njeh mirë. Në atë moment, dhoma u mbush me një ngjyrë të thellë dhe dramatike. Fotografitë tregonin fytyra që unë i njihja, por me histori që kurrë nuk i kisha imagjinuar. Letra përmbanin rrëfime të fshehta, tradhti dhe marrëveshje që kishin ndodhur shumë vite më parë. Ndërsa unë po mundohesha të kuptoja, gjyshja më shikoi dhe tha, nuk mund të qëndrosh këtu, sepse kjo e vërtet do të të shkatërroj ose do të të fuqizoj.
Sot është nata e Krishtlindjes, por edhe nata e zbulimeve që do të ndryshojnë gjithçka. Në atë çast, ndjeva një kombinim frike, habie dhe një lloj adrenalin që nuk e kisha ndjerë kur më parë. Çfarë kishte bërë gjyshja ime që të ishte e detyruar të më përzinte? Dhe çfarë fshehjeje mund të ishte kaq e madhe sa të ndalonte festën tonë të Krishtlindjes? Zbulohet sekreti që shokoi familjen, kur dola nga shtëpia e gjyshes, nata e Krishtlindjes kishte marrë një pamje tjetër. Dritat e ngrohta të qytetit dukeshin të huaja, sikur çdo gjë ishte e largët dhe e ftohtë. Era e ftohtë më godiste fytyrën dhe ndjeva një boshllëk të madh brenda vetes. Çfarë kishte zbuluar gjyshja ime brenda asaj kutie? Çfarë mund të ishte kaq serioze sa të më përzinte nga shtëpia në natën më të shenjtë të vitit? Unë u ula pranë një parkimi të heshtur dhe hunda ime mbushi aromat e dimrit, tymi nga oxhakët, era e pemëve të borës, dhe një aromë e largët e pjekurish shtëpie. Por mendja ime ishte e zënë me fotografitë dhe letrat që kisha parë. Aty shija fytyra të njohura, por me histori që nuk I kisha imagjinuar, marrëveshje sekrete mes fqinjeve, tradhti të fshehta që kishin shkatëruar martesat dhe vendime që kishin ndryshuar fatin e shumë njerëzve. Ajo që më tronditi më shumë ishte një letër e vjetër, me shkrim dorëshkrim të gjyshes, që tregonte një marrëveshje të fshehtë që kishte ndodhur kur unë isha shumë I vogël. Kjo marrëveshje kishte të bënte me një pjesë të pasurisë së familjes dhe me një marrëdhënie të ndaluar mes dy anëtarëve të familjes që nuk duhej të zbuloheshin kurrë. Unë ndjeva I tronditur dhe I tradhtuar. Si kishte mundësi që gjyshja ime, gruaja që kisha besuar gjithë jetën, të kishte një sekret kaq të madh? Dhe më e tmerrshmja, ajo sekret ndoshta mund të më kishte përfshirë edhe mua. Vendosa të kthehem për të pyetur përsëri gjyshen, por kur u riktheva te dera e shtëpisë, ajo ishte e mbyllur dhe heshtja mbretëronte. Fytyrat e pjesëtarëve të familjes që ishin ende brenda shtëpisë dukeshin të tronditura, si të gjithë të jenë përballur me të njëjtin sekret. Në atë moment, gjeta një letër tjetër të lënë në tavolinë, të adresuar tek unë. Me dorë të dridhur e hapa dhe fillova të lexoja. Nëse po lexon këtë letër, do të thotë që gjithçka ka ndryshuar. Çdo gjë që mendoje se e dije për familjen tonë është një maskë. Sot do të kuptosh se besimi nuk është gjithmonë I mjaftueshëm, dhe disa e vërteta janë shumë të rënda për të qëndruar të fshehta. Tani është koha që të zgjedhësh, të ikësh ose të qëndrosh dhe të përballesh me të kaluarën që kemi mbajtur gjithë këto vite. Fjalët më mbushën me një ndjenjë të thellë frike dhe përgjegjësie. Kisha 3 opsione: të largohem, të kthehem dhe të përballem me të fshehtat, ose të mbetem I ngurtë dhe të mos kuptoj kurrë të vërtetën. Por diçka brenda meje më thoshte se kjo nuk ishte koha për ikje. E vendosa të hyj brenda dhe u përpoqja të shija fytyrat e familjes. Çdo sy më shikonte me një kombinim frike dhe habie. Gjyshja, e ulur pranë oxhakut, më shikoi dhe buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që nuk kishte ngrohtësi, ishte një buzëqeshje që tregonte vendosmërinë dhe fuqinë e një sekreti që mund të shkatëronte ose të shpëtonte gjithçka. Ajo që ndodhi më pas ishte e papritur. Gjyshja më kërkoi të qëndroja pranë saj dhe filloi të rrëfente të kaluarën që kishte mbajtur të fshehur për dekada. Çdo fjalë që dilte nga goja e saj kishte peshën e një bombe, tradhti, shkatërim dhe zgjedhje të pamëshirshme që kishin ndryshuar fatin e familjes. Familja u zhyt në një heshtje të rëndë, duke dëgjuar çdo detaj, pa mundur të ndërhynte. Dhe kur ajo përfundoi, e gjithë dhoma mbeti pa frymë. Nuk ishte më një Krishtlindje normale, ishte një natë e zbulimeve që ndryshoi gjithçka. Konflikti dhe përplasja familjare. Pas rrëfimit të gjyshes, dhoma u mbush me një tension që mund të pritej me thikë. Çdo anëtar I familjes dukej sikur po përpiqej të përtypte të vërtetën e re që sapo kishte dalë në dritë. Fjalët e gjyshes nuk ishin thjesht fakte të fshehura, ato ishin shpërthime të së kaluarës, të cilat goditën thellë çdo marrëdhënie dhe besim që ne kishim krijuar. Vëllai im I madh, I njohur për temperamentin e tij të zjarrtë, u ngrit papritur nga karrigia. Si mund të na mbaj kaq gjatë në errësirë? Shpërtheu ai, zëri I tij duke u dridhur nga zemërimi. Pse të mos na thoshte gjithçka më parë? Pse tani, në natën e Krishtlindjes?
Vajza e vogël e familjes, e cila gjithmonë kishte qenë më e ndrojtura, filloi të qante, duke u ndjerë e tradhtuar dhe e braktisur nga ajo që mendonte se ishte mbështetja e saj më e madhe. Unë gjithmonë kam besuar te ti, gjyshe. Dhe tani? Thoshte ajo me lot në sy, duke u përpjekur të kuptonte pse e vërteta duhej të dilte pikërisht në këtë moment. Gjyshja, pa u trembur nga reagimet e forta, ngriti dorën dhe heshti dhomën. Dëgjoni, tha ajo me një zë të qetë, por të prerë. Çfarë do të dëgjoni tani nuk është e lehtë. Nuk e kam bërë për të shkatëruar ju ose për të fshehur diçka nga ju. E kam bërë për t'ju mbrojtur. Por fjalët e saj nuk qetësuan askën. Të mbrosh? Pyeti unë, zëri im i dridhur nga tronditja dhe trishtimi. Duke na përzën dhe duke na lënë të zbulojmë gjithçka vetë? Kjo duket si shaka e një zemre të ftohtë. Ajo më shikoi dhe për një moment heshti, sikur po mat çdo fjalë që do të thoshte më pas. Ka njerëz që nuk duhet të dinë të vërtetën. Disa histori janë të rënda për të gjithë dhe disa mund të na shkatërrojnë përjetësisht, tha ajo. Nuk doja që ju të vuanit për gjërat e së kaluarës time dhe të familjes. Konflikti u rrit kur një pjesëtar tjetër i familjes, i cili kishte njohur disa nga sekretet tashmë të zbuluara, filloi të akuzonte gjyshen për mungesë transparence. Zërat u ngjitën, lotët rëshitën dhe dhoma u mbush me emocione të papërshkrueshme, trishtim, zemërim dhe një ndjenjë të thellë të tradhtisë. Në një moment, gjyshja ngriti dorën përsëri dhe thiri të gjithë në heshtje. Nëse nuk mund ta përballoni të vërtetën, atëherë ndoshta është më mirë të largoheni. Por nëse vendosni të qëndroni, atëherë duhet të pranoni gjithçka, pa gjykime dhe pa zemërim. Isha në një dilemë të thellë, të largohem dhe të shpëtoj nga pesha e sekretit, apo të qëndroj dhe të përballem me të gjithë të kaluarën dhe pasojat që ajo sillte. Por diçka brenda meje më thoshte se nuk mund të ikja. Nuk mund të lejoja që çdo gjë që kisha dashur dhe besuar të thyej nga frika dhe heshtja. Në atë çast, mora një frymë të thellë dhe hapa gojen për të thënë diçka, por gjyshja më ndaloi me një shikim që nuk linte vend për debat. Çdo veprim që do të bëni tani do të vendos fatin tuaj dhe marrëdhëniet tona. Zgjedhja është e juaja. Kjo ishte pika kulmore e konfliktit, momenti kur çdo marrëdhënie, çdo besim dhe çdo sekret u përplasën njëri me tjetrin, duke krijuar një tension që nuk kishte të krahasuar. Dhe ndërsa dhoma u mbush me heshtje pas shpërthimeve, unë e kuptova se kjo krishtlindje nuk do të ishte kurrë e zakonshme. Zgjidhja dhe reflektimi i krishtlindjes, pas tensionit të ashpër dhe shpërthimeve të forta, dhoma mbeti në një heshtje të thellë. Zëri i gjyshes ishte ende i pranishëm në mendjen time, si një tingull i qetë që kundërshtonte zhurmën e zemërimit dhe trishtimit që sapo kishte shpërthyer. Ajo që ndodhi më pas do të kujtohet përgjithmonë si krishtlindja më e çuditshme dhe më e rëndësishme e jetës sime. Gjyshja u ngrit dhe u drejtua drejt secilit prej nesh, një nga një. Çdo histori ka dy fytyra, të fshehtën dhe të dukshmen. Sot ju zbulova pjesën e fshehtë, sepse është koha që të gjithë ta dini të vërtetën, tha ajo, zëri i saj i butë por i prerë duke i ngjeshur me një forcë të padukshme. Pastaj, ndodhi e papritura që la të gjithë pa fjalë. Ajo nxori nga një raft i vogël një libër të vjetër me kopertinë të kuqe dhe e vendosi mbi tavolinë. Ky libër përmban gjithçka që unë kam mbajtur sekret, por gjithashtu përmban një mesazh për ju. Familja nuk është vetëm për të njohur të kaluarën, por për të ndërtuar të ardhmen. Fytyrat e familjes filluan të butësoheshin. Zemrat që ishin ngurtësuar nga zemërimi dhe trishtimi filluan të ndjejnë një lloj ngrohtësie. Gjyshja hodhi një shikim mbi mua dhe tha, ti ke vendosur të qëndrosh dhe kjo është më e rëndësishmja. Sepse vetëm duke qëndruar, duke pranuar dhe kuptuar të kaluarën, mund të shpëtosh të ardhmen. Në atë moment, ndjeva një frymë të lehtësuar. E kuptova se gjyshja nuk më kishte përzën për të më lënduar, por për të më dhënë mundësinë të zgjidhja mes frikës dhe forcës, mes largimit dhe qëndrimit. Dhe unë zgjodha të qëndroja. Ne u ulëm pranë oxhakut dhe filluam të lexonim pjesë nga libri së bashku. Çdo rrëfim i gjyshes, çdo dokument dhe fotografi që dikur kishte dukur i tmerrshëm, tani kishte kuptim.
kishte sakrifica, gabime dhe zgjidhje që kishin formuar familjen tonë dhe kuptova se sekreti nuk ishte për të na ndarë, por për të na mbrojtur nga dhimbja e tepërt derisa të ishim gati ta përballonim. Nata vazhdoi dhe pak nga pak, buzëqeshjet filluan të shfaqen. Dhuratat u hapën, por ajo që kishte rëndësi më shumë nuk ishin lodrat apo pemët e zbukuruara. Ishte një ndjenjë e re e bashkimit dhe kuptimit. Një krishtlindje që filloi me përzënjen dhe tensionin. Përfundoi me reflektim, falje dhe dashuri të fortë familjare. Para se të shkoja të flija, gjyshja më tërhoqi dorën dhe më tha: "Ndonjëherë dashuria nuk është vetëm për të treguar ngrohtësi. Është për të ditur kur duhet të jesh i drejtë dhe kur duhet të jesh i fortë. Sot ti e kuptove këtë. Dhe kjo është dhurata më e madhe që mund të marrësh." Dhe kështu, krishtlindja e vitit që na ndryshoi jetën filloi me një përzënje që dukej e padrejtë, por përfundoi me një zbulim që na bashkoi më shumë se kurrë. Një natë që më mësoi se e vërteta, ndonse e dhimbshme, mund të jetë gjithashtu burimi i dashurisë dhe forcës së vërtet familjare.